Çdo e keqë në dyja, shkaku është shejtani. Shirk, kufër, bidat, haram, kundërshtim, gjithçka e keqe që është kundërshtim, shkaku është shejtani. Por Ibn Qayyim rahimahullah thot e keqja e tij përmbledhet në 6 lloje. Ai vazhdon me birin e Ademit, ta ndjek, ta thys, derisa ta hedhën këto lloje apo njërin prej tyre. Këtu çdo kush është i vetëdijshëm për veten e vet. Nëse Allahu azza wa jalla ka rujti nga këto lloje të sherrit shejtanit që cyt, ta falenderoj atë subhanahu wa taala dhe prapë mos jeti sigurt për veten e tij, por vazhdimisht kërkoj mbrojtjen nga Allahu, mbrojtja e Allahut nga shejtani i mallkuar dhe qëndrueshëri nga për rrugën e drejtë. Thot Ibn Qayyim, "Ash-sharrul awwal", sherri i parë, sharrul kufri wa shirk, sherri i kufrit dhe i shirkut, wa muadati Allahi wa rasuli, urrejtja e Allahut dhe dërguarit të tij. Kërkon të fusi njeriu në shirk, në kufër, të urrej Allahun, të urrej dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Fa in dhafara bi dhalika min ibn Adam, nëse arrin e hedh njeriu këtu, barada aninuhu wa saraha tabu mahu, qetësohet, rahatohet dhe merr fund lodhja e shejtanit me këtë njerëz. Pse ka fitu? E ka fut në keqje më të madhe, që është kufri në Allahun azza wa jall, është shirku, shoqërimi me të në adhurimin e tij, është armiqësia, urrejtja ndaj Allahut dhe dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. A nuk i shef këto që ka fut shejtani të njerëz që janë thirrës, që fillimisht ranë shirk, mbartës shirkut, i bëri thirrës shirkut, madje janë dhe mbrojtës shirkut. Jo në gjithë thret, po edhe mbron dhe lufton kush e sulmon, apo kush sjaron kotësinë e shirkut. Këtë njëri shejtani e ka bërë për ushtarëve të tij, madje zëvendësin e tij. Për kjo gjë e parë që shejtani, thotë Ibn Qayyim, synon nga njeriu, shirku, kufri. Ai vazhdon me të derisa të arrijë qëllimin që njeriu të bjerë në shirk apo në kufër. Kur i arrin, e fut në shirk, e fut në kufër, armiqësi ndaj Allahut, ndaj dërguarit sallallahu alaihi wasallam, kështu njeriu shndrohet zëvendës i iblisit. Nëse shejtani nuk arrin e keqja e dytë, nuk arrin ta fusë në shirk apo në kufër, atëherë kalon me të në shkallën e dytë keqjes, që është bidati. Bidati, o vëllezër, sikur se dini, është më i dashur për iblisin se gjunahet, sepse dëmi i bidatit prek vetë fenë. Prek dhe muslimanët. Për cilët këtë tjera dëmi ti. Kurse gjuna është kufizuar këtë personi. Bidati, thotë Ibn Qayyim, është kundërshtim i thirrjes së dërguarve. Jenë kundërshtim me rrugën e gjithë dërguarve të Allahut azza wa jall. Nga i pari deri ke vula ti, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shejtani pas arrin ta hedhë robin, njeriu në të bidat, atëherë bën prej udhëtarëve të tij. Madje e bën dhe thirrës. E si ka keqja e parë? Shirk, mbartës shirkut, thirrës shirkut, mbrojtës e shirkut. Bidat, mbartës e bidatit, thirrës e bidatit, mbrojtës e bidatit dhe bidatçive. Ka zëvendësu iblisin.
E nëse e treta, keqja e tretë, e nëse nuk arrin ta hell atë në këtë shkallë, njeriu në të rast, elhamdulillah, është i beqatuar me udhëzimin e Allahut azza wa jall, me pasimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe është si dhe është begatuar gjithashtu nga Allahu me armiqsinë ndaj bidateve dhe bidatçive. E nëse nuk arrin ta hedhë në këtë shkallë pa bidat, ka atëherë kalon me të në një shkallë të tretë të keqjes, që janë gjunahet e mëdha. Në këtë shkallë, ai përpiqet me të me robin me zell të madh, që ta bëjë robin të bjerë në të. I fshtoj ke e para, i fshtoj ke e dyta, do të hedhë ke e treta. Këtu, Sheh Abdullah al-Bukhari, Allah rujt, sjell një dobi në të pjesë, thot, shpëtove nga e para. Shpëtove shirku nga e dyta, bidati. Po zërë se i shpëton të tretës. A dhe përsheju shembull. A nuk i sheh një ata njerëz si ecin me përgojime thashëtheme? E si e mashtron njeriu në të dy gjëna? Si e mashtron njeriu në të gjëna? Pra si mos ka bëj gjënaf. Ata apo ata tjerë që gënjejnë mëngjes e mbrëmje, ai mendon se po thot vërtetën. Dhe akuzon për gënjeshtar atë që e zbulon gënjeshtrën. Dhe ai vetë e di se ajo që ai thot është gënjeshtër. Madje ja kalon çdo kufiri në armiqsinë ndaj kundërshtarëve të tij. E sidomos këtu çështja bëhet akoma më rëndë se ka të bëjë me thjecit, me nxënës të dijes apo të dietarët më lart. A mjaftohet vetëm duke larguar njerëzit prej tyre? Jo, thot shehu. Ai dërgon edhe ndihmësit. Pastaj pa hap mes njerëzve mangësit, nëse mund gjejnë. Ai cakton prej tyre njerëz që të përhapin, të publikojnë, duke besuar dhe menduar se po bëjnë diçka që afrohen tek Allahu. E kemi për hir të Allahut, thonë. Gjithë meseleja është si të rrëzojnë pozitën dietarit apo thirrësit. Patjetër që shejtani gjithë të e veshën petun e devotshmërisë, për realitet kjo është pet një gënjeshtrës dhe i dinakërisë. Vazhdoi Imam Rahimullah Ibn Qayyim thotë, ai është zëvend si iblisit, që përhap kundër dietarëve. Ai është zëvend si iblisit. Ola jesh urbi dhalike, dhe se kupton këtë gjë. Allahu Rasula thot, inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alim. Vërtet, ata që duan përhapet e keqja, këta nuk e bëjnë, thjesht duan përhapet e keqja. Në mesin atyre që kanë besuar, për ta ka dënim dhamshëm. Vetëm se don të përhapet e keqja mes besimtarëve ka dënim dhamshëm. Ç'mund thuhet për atë që më përsipër përhapjen e keqjes? Më përsipër publikimin e të keqjes. Kjo nuk është shill apo bindje ndaj Allahut, kjo është bindje ndaj iblisit. Nëse shejtani, shkalla e katërt e të keqjes. Nëse shejtani nuk arrin ta fusë robin në këtë shkallë, sukses për Allahut. As shirk, as bidat, as haram. Kalon me të gjunat të madh. Kalon me të në shkallën e katërt që janë gjunat e vogla. Gjunat e vogla vëzër, kur grumbullohen, mund ta shkatrojnë njeriu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, iyyakum wa muhaqqarat adh-dhunub. Ruhuni nga gjunahet që nënvlerësohen. S'ka gjë gjunaf i vogël. Dhe falem lahet. Gjunaf i vogël, nda gjëroj lahet. Kështu njeriu mashtrohet me shejtanin.
dietarët kanë shprehje thonë sa gjunahe të mëdha kanë fut njerëz në xhenet dhe sa vepra të mira kanë çuar njerëz në xhenet. Ai gjunahe të mëdha pendohet tek Allahu, vazhdon pendim, kërkon falje, pason vepra të mira dhe shpreson tek Allahu faljen dhe gjej vdekja kështu dhe Allahu e fal në xhenet. Ky i veprës mirë mbahet me veprën e tij mirë ose mburret. Okej, që akoma në kuptimin e parës mburret veprën e mirë që bën, kështu para Allahut Azza wa Jall, edhe njeriu kjo është ulje dhe shon njeriu drejt poshtrimit, Allahu na rujt. Nëse shejtani shkalla e 5. Nëse shejtani nuk arrin ta mposhë robin as në këtë shkallë, kalon me të në shkallën e 5, që është angazhim me gjërat lejuara, për cilat nuk ka as problem as dënim. Me hangër, me pi, me shëtit, me shku, me ardh, me lëviz, sa haram. Me tepru angazhimin këtu, kënë me të vete, imami këtu thot, nuk ka dënim. Mubahatet, gjërat e lejuara s'ka dënim. Hangër e pi nuk ka as problem as dënim. Por në vetë vete, dhe si edhe imami këtu më poshë, vetë vete, ka një dënim këtu. Koha, hikën koha. Angazhohet me gjërat lejume, duke tepruar këtë angazhim, dhe hum koha. As Kur'an s'lexo, as dhikr s'bë, as ndijes për me, s'prezanto. Pra humbet veprat e mira. Pa llogarit pasaj që ta humbasi kohën me vepra të këqija. Nëse shejtani nuk arrin ta mashtroj robin as në këtë shkallë, pse u tha robi është i kujdesshëm për kohën e vet, për të mos e humbur veprat e mira, atëherë kalon me të në shkallën e 6, shkalla e 6 e të keqes. Ajo është të angazhoj me një vepër të mirë, por më pak e vlefshme se vepër tjetër që e kalon. Qëllimi është të humbasi shpërblimin. Për shembull që e dini, mas sabaut, lexohet Kur'an, bëhet dhe dhikr. Leximi i Kur'anit është dhikri më i mirë. Por në kohën që është dhikri i sabaut, dhikri ka vlerë më shumë. Se Kur'ani lexon mas dhikrit dhe mas çdo kohë tjetër. Pra çfarë bën shejtani edhe këtu, mundohet lexoj Kur'an, humbet atë që ka vlerë më shumë, duke marrë diçka që ka vlerë, jo me vlerën e parës veprës mirë që le. Dhe këtë thot Imam Rahimullah këtu, thot shumë pak njerëz arrin ta kuptojnë. Pra rruga si dallohet kjo gjë atëherë. Kjo nuk arrihet vetëm me dritë që Allahu e hell në zemrën e robit, pra kjo dritë është shkaku i saj, shkaku i kësaj drite është sinqeriteti në ndjekjen e dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është drita që njeriu arrin të njohë gradët, shkallët e veprave, dhe kjo është duke mësuar rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.